Fillimisht përshëndetje të gjithëve, urime festa 28 nëntorit, datë e veçantë, datë e cila na bashkon gjithë shqiptarëve nga Leposaviqi deri në Vlorë dhe datë që duhet ta përcjellim të gjithë gjeneratat që kjo datë bashkon edhe faktikisht ndalja e UÇK-s, ditëlindja e Adem Jasharit dhe këto data duhet patjetër të përcjellim të gjeneratat e ardhshme që janë data historike, t'ia ngulëm domethënë fëmijëve tanë në vetdijen e tyre se sa e rëndësishme është të përçojmë mesazhe se sa duhet atdheu dhe sa duhet të kontribuojmë për atdheun. Urime gjithë shqiptarëve kudo që janë 28 nëntor. Luturim nga Shqipëria.